Inteligjenca artificiale po kthehet me shpejtësi në energjinë e re të ekonomisë globale, duke ndryshuar mënyrën se si njerëzit punojnë, mësojnë dhe komunikojnë. Të dhënat më të fundit nga Visual Capitalist, bazuar në vlerësimet e Microsoft, tregojnë se përdorimi i AI-t në vendin e punës po rritet me ritme të forta në mbar botën, ndërsa Shqipëria po ecën mbi mesataren globale në këtë transformim digjital. Sipas raportit, 17.8% e popullsisë globale në moshë pune përdori rregullisht mjetet e inteligjencës artificiale gjatë tremujorit të parë të vitit 2026, duke kaluar të paktën 90 minuta në muaj me këto platforma. Shqipëria rezulton pak më lart se kjo mesatare, me 18.5% të personave në moshë pune që përdorin AI në aktivitete profesionale, një rritje me 2.7% krahasuar me vitin 2025. E njëjta prirje po shihet edhe në vendet e rajonit, ku inteligjenca artificiale po bëhet gjithnjë e më shumë pjesë e përditshmërisë në punë dhe biznes. Në krye të listës globale qëndrojnë Emiratet e Bashkuara Arabe, ku mbi 70% e popullsisë në moshë pune përdor AI, të ndjekura nga Singapori me 63%. Këto vende kanë investuar masivisht në infrastrukturën digjitale, edukimin teknologjik dhe integrimin e AI-t në administratë, arsim dhe ekonomi. Ndërkohë surprizues mbetet fakti se SBA-t, edhe pse konsiderohen qendra botërore e zhvillimit të inteligjencës artificiale, nuk renditen mes 20 vendeve me përdorimin më të lartë. Europa po shfaqet gjithashtu si një nga rajonet më aktive në adaptimin e AI-t. Norvegjia, Irlanda, Franca, Spanja dhe Holanda raportojnë norma përdorimi mbi 40%, duke treguar se teknologjia po hyn me ritme të shpejta në tregun europian të punës. Ndërkohë, Azia po dominon rritjen globale. Sipas Microsoft, 10 nga 15 tregje me rritjen më të shpejtë të inteligjencës artificiale ndodhen në këtë rajon. Vendet që po përqafojnë më shpejt inteligjencën artificiale kanë disa elementë të përbashkët: internet të zhvilluar, ekonomi të orientuara drejt shërbimeve, aftësi të larta digjitale dhe investime të mëdha në cloud computing dhe edukim teknologjik. Nga ana tjetër, shumë vende në Afrikë dhe pjesë të Azisë Jugore vijojnë të përballen me pengesa si mungesa e aksesit në internet, kostot e pajisjeve teknologjike dhe integrimi kufizuar i AI-t në biznes. Kjo mund të krijojë një hendek të ri ekonomik global, ku vendet që adoptojnë më shpejt inteligjencën artificiale mund të fitojnë avantazhe të mëdha në produktivitet dhe zhvillim ekonomik gjatë dekadës së ardhshme. Ashtu si interneti ndryshoi ekonominë globale 2 dekada më parë, inteligjenca artificiale po shihet tashmë si teknologjia që do të përcaktojë fituesit dhe humbësit e epokës digjitale.